Edhe votoni, madje e dini çfarë, nxirni celularët, bëjni gati dhe votoni që nga ky moment, sepse ne hapim zyrtarisht televotimin. Është shumë e rëndësishme mi sepse 2 më të votuari do t'i shpëtoni pikërisht ju duke çuar mesazhe në 55099. Një mesazh kushton 100 lek pa TVSH, edhe duhet mbështesni të preferuarin tuaj për ta parë atë në netët e ardhshme. Dihet pastaj që 2 më pak të votuari do të shkojnë në atë që ne i quajmë sing-off në betejën e tyre të fundit në fund të mbrëmjes. Por ja si ka qenë skuadra e Alma Bektashit e kemi përmbledhur në këtë klip, e shohim. Ja pa të kipat, atëre votoni, shumë e rëndësishme, shpëtoni ju sot në 55099, cila ju ka pëlqyer më tepër nga skuadra e Almës. 4 fantastikët, pra numri 4 është numër interesant, si do qoftë, 4 trajnerët e The Voice, si s'më shkojnë në mendje fare kjo, dhe të mendosh që drejtoj The Voice. Se këtu jemi faktikisht 5 bashkë me ty, prandaj. Po prandaj, pra, e keni parë tek faqja e internetit, jeni ju të 4 bashkë me juve jam dhe më kam vëndë Po pra, prandaj po të ngjitur. Okej, po thoja që sidoqoftë vetëm 3 do të ngelin në përfundim të kësaj nate, nga skuadra e Almës 3 dhe po ashtu nga skuadra e Sidritit. Dhe lojat janë bërë, ju keni votuar, shohim se çfarë keni zgjedhur. Thrasim besin me zarfin. Merci beaucoup. Okej. 2 më të votuarat e kësaj nate për skuadrën e Almës nga publiku që na ndjek nga shtëpit janë. Radha që po e them, siç gjithmonë them, është rastësore, pra jo automatikisht ajo që them e para ka edhe më tepër vota të marra nga publiku. Sidoqoftë shkon përpara në The Voice of Albania. Rina.
Publiku gjithashtu ka votuar që të çojë përpara në The Voice Arildën. Po çfarë?